Dasma kthehet në tragjedi. Personat e armatosur qëllojnë drejt çiftit. Vritet nusja dhe autori. Personat e armatosur kanë hapur zjarr në një dasmë në Francën në juglindore të dielën në mëngjes, duke vrarë 2 persona, përfshirë nusen dhe duke plagosur 3 të tjerë. Konkretisht, sulmi ka ndodhur rreth orës 4:30 të mëngjesit në fshatin Goult. Sipas informacioneve fillestare, nusja dhe dhëndri po largoheshin nga festa kur u përballën me sulmues të maskuar të cilët hapën zjarr, shtoi burimi pranë hetimit. Nusja vdiq dhe njëri nga sulmuesit u vra, i shtypur nga makina e nuses dhe e dhëndrit ndërsa përpiqeshin të iknin. Gjithashtu, një operacion në shkallë të gjerë që përfshin në rreth 100 policë ka nisur për të gjetur ata që janë përgjegjës për të shtënat. Sipas mediave të huaja, po ndiqen të gjitha pistat e hetimit, përfshirë një larje hesapesh të mundshme.